ketë se sa me bajt një su për ti, kur e ban me vete për me laqet e Allahut subhanahu wa taala. Sa pastaj del një zan prej qiellit dhe i thoj, kja rëmcaku i cili a përpiq me rejt Allahun, a faktikisht e ka rejt vetën e ti. Shtronja këti në xhenemin, shtronja të pit e xhenemit, veshni me peskët e xhenemit, edhe qelja dritarën e xhenemit, që ti përjeton vujqe dhe ndësit që ti la vjen prej xhenemit, deri atë ditë kur ngjallën për Allahu subhanahu wa taala, dhe i thot Allahu subhanahu wa taala, varri që të ngoshtohet varri derisa ti ngjiten brinte ati deri në ditën e gjykimit. Mirë po vllai dashur musliman, ndoshta dhe njani prej neve thot let inshallah kam i mësu këto 3 përgjigje, se Zoti im ash Allahu, edhe dini jem ash Islami, edhe pejgamberi im ash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ke dëshirë vllai dashur musliman, ti me ndëgju se çfarë fizionomie kanë këto melaqe kur të vinë me pyet. Këto melaqe e kanë di emna, njani prej atinve quhet Munker dhe i dyti prej atinve quhet Nakir. Na transmeton Ebu Bekr el-Khallali në librin e tij e Sunne nga Omer ibn al-Khattabi, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Omerit radiallahu an, ja Omer, çka mendon ti tash me vdek, edhe une do të kishna la tije, edhe une tije do të kishna shtin qefin, edhe une tije do të kishna vorot. Ja Omer, çka mendon ti me tar me laqet dhe me të pi, me tar Munkeri dhe Nakir? Tha ja Rasulullah, kush janë Munker dhe Nakir? Kush janë Munker dhe Nakir? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, fatani al-qabr, këto janë di me laqet që vinë njeriun me sprovu dhe me pit në barë. Fa yabhathani al-ardha bi anjabihima, e grijan vorrin me thoj, janë të mdhej me ngjirë të zezë, mbi flokët e atinve ato hetin, mbi flokët e të cilët i tërheqin ato shkelin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shiqimin e kanë si vetim, zanin e kanë si bubullin, dhe i drejtohen dhe i thojt, me rabbuk, kusha Zoti it. Tha ja Omer, çka mendon, çka kishe bon ti në këtë moment, me tar tash e gjeli, edhe une tije me të vorot, edhe me qtin varë dhe me tar këto di me laqe. Parat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një rivajet tjetër thot, ku ta pysin këta dhe i thoj, me rabbuk, kusha Zoti it. Tha muslimani i cili ka jetu për Allahun dhe ka mendu se një ditë ka me dek, edhe i cili a pregadit për ahiret, sa përgjigjet kollaj se Allahu ja ban kollaj, dhe i thot, Rabbi Allah, e nëse është prej atinve të cilët nuk e ka njoft Allahun, sa e ka vështir, nga se gjua apo buza e ti ka më ju bon eron, mash me eron se të një kodër e Uhudit. Ska mundësi, mi thonë Rabbi Allah, vllai dashur musliman, çka mendon tije, tash me të mor dhe me çun kopshin zoologjik, dhe me shtim rena ku anë një gjarë për i gatë, 20 metre, edhe me të pyet tije, sa i kishitën spesët në pazar, atë kujtohet azun këtë moment? Me të pyet tije, sa e kije rogën, edhe sa kije me dalë në penzi, a do të kujtohet që këtë moment? E me laqet të cilët Allahu subhanahu wa taala i qënë, ato janë shumë më të ashpra se sa këto kafshë të cilët na jetojnë këtë dunja. Për ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse si përgjigjet munafiku, edhe s'ka për të për ju përgjigj, tha atëre im shohat mes diveshëve me qikic, me atë qikiqin e ron, që s'ka mundësi me bajten, edhe kejt njerëzit mu të bu, tha im shohat me qikic, kejt zonin e dhimbjes këti e ndëgjojnë përveç njerëzve dhe gjinve, kafshët e ndëgjojnë zonin e tire. Tha me pas ndëgju zonin e këtit ngratit që ka vdek, prej dhimbjeve të mdhaja kur im shohat me qikic, tha me ndëgju këtë zonë, tha do të kishin vdekën kejt njerëzit, do të kishin hupë vetë dijen, e me një rivajet thuat se do të kishin vdekën të gjithë. Për ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur të vdese njeriu, edhe përgatisin gjenazën,
e mor xhamati dhe muslimant me vajnë kra. Nëse është i mirë, thot, shpejtoni dhe çomni ma shpejt, për arsye se e ka pa vendin ku ka me shku atje. Nëse a prej të këshive, thot, ja wa ilaha, mjeri unë, ku jeni të e qu, se nuk jeni duke e ditë se ku jeni të qu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zanin e këtij vdekurit e ndëgjojnë çdo krijesë, përveç njerëzve dhe gjinve. Me pas dëgju njerëzit dhe gjinët, do t'i kishte ratë fik dhe nuk i kishte dal e fik ta deri në ditën e gjykimit. Për ata e transmeton Tirmidhiu, po ashtu Ibn Majah, Ahmedi dhe Hakimi, të cilën këtë hadith, këtë rivajet Sheikhul Albani e ka bon hadith të mirë. Ka thonë, Osmani radiallahu an, kur ka kalu pran një varit, anal dhe ka qaj dhe sanal duke qaj. Kur e kanë përmen gjennetin dhe gjenemin s'ka qaj, atëre shokët e Osman ibn Affanit e kanë pyet Osmanin dhe i kanë thonë, pse ti kur peshef barin po qanë, a kur të përmene gjenemi dhe gjenneti s'po qanë. Osmani radiallahu an, ju përgjith shokëve të vetë dhe i tha, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, innal qabra awwalu manazilul akhira, vari është stacioni i par i ahiretit, fe inne minhu, fe ma ba'dahu ejser, a i cili shpaton prej dënimit të varit, a i në ton e ka më kollaj, e a i cili dështon dhe shësën shpaton prej dënimit të varit, në ton e ka edhe mazar. Transmetohet me një hadith, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aytu manzaran qat illa wal qabru afdau min, s'kam pa pamje më trishtueshme, në këtë dunja, vetëm se varri ja ka te i kalu kësaj trishtime. Këtë hadith e ka transmetu Tirmidhiu, Ibn Majah, Hakimi dhe Sheikhul Albani për këtë hadith ka thonë hadithi janë hasan. Transmeton Ebu Dheri, cili ka thonë, ela ukhbirukum bi yawmi faqri, aty lajmëroj dhe t'ju tregoj për ditën ku të bëhet Ebu Dherri fukara. Thënë, ja Ebu Dherr, po, kemi dëshirë me ndëgju prej tije. Ebu Dherri tha, yawma udau fi qabri, ma fukara. Ebu Dherri është atë ditë kur ta shlojnë në varr. Po ashtu Ebu Darda, i cili shkonte shpesh te varret, edhe i vizitonte dhe çonte, e pyetën shokët e tij dhe i thanë, ku keve ja Ebu Darda? A i thu përgjigj dhe tha, e kështë shokët e mi, i vizitova ata, të cilët ma kujtuan ahiretin, kur që jam me ta, ma kujtojnë ahiretin, kur të ndana prej atinve nuk mbojnë gjibet. Tha shkova të ata. Sufjan Thauri ka thonë, men akthara min dhikri l'qabr, wajadahu rawdatan min riyadil janna. A i cili e ka në kujtes varin shumë, a i cili kujtohet vari shumë, sa do t'i bëhet bate gjennetit. E a i cili e ka harru varin, sa do t'i bëhet grop prej gropave të zjarmit. Rabi ibn Husejn, i cili e ka pas në dhoma e ti një var, edhe thot, sa her që mu vrashton të zemra, sa her që arron të ahiretin, hinte në të varin e ti, e zbulon të ata, hinte natën në var, i nonte përmi drasat dhe i thonte, vetës ati, edukon të vetën ati, dhe i thonte, ja Rabi, ti që lakmove në halonin dhe filanin, ja pa, u dave me ata dhe me të vetë, ti që lakmove në pasurin e kësa i dënjaje, ja pra, pasuria mes përmi drasati në drasa, edhe lezon të fjallën e Allahu dhe thoshte, Rabbir gjiuni la'alli a'melu salihan fima të rak. O Zot i madh, këthem edhe njëherë se ka me punu mirë, e përsërit të këta jetë, e në fund i thoshte, ja Rabbi, që ngrito pra dhe pra pun të mira se Allahu të këthej. Kështu pra muslimanit i takon me jetu dhe kështu muslimanit i takon me eduku vetën e ti. Si që transmeton Ebu Hurajra thot, ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra një varrit të cili shumë frik ishte varros, dhe i tha,
ju drejtu shokëve të vetë dhe i sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.